Moti i keq ka përfshirë disa zona të vendit duke shkaktuar problematika kryesisht në lundrimin detar dhe qarkullimin rrugor. Në Durrës, era e fortë dhe shtrëngatat e shiut rënduan situatën në det, ndërsa në qytet nuk raportohen probleme. Për shkak të dallgëzimit të lartë, një nga tragetet e linjës Durrës-Bari nuk u nis mbrëmjen e 4 janarit, ndërsa janë regjistruar edhe vonesa në nisje e mbërritje për tragetat e linjeve ndërkombëtare. Kapiteneria e portit ka pezulluar aktivitetin e peshkimit dhe lundrimin e mjeteve të tonazhit të lehtë, ndërsa flota e peshkimit është urdhëruar të mos dalë në det deri në datën 10 janar. 3 orë në det të hapur qëndroi trageti Bringësi Vlorë pasi për shkak të erës së fortë nuk mundi të ankorohej në kalatat e portit. Ankorimi i cili u vonua për shkak të rrezikut të përplasjes në kalat u bë i mundur vetëm pas 3 orësh përpjekje. Kapiteneria e portit të Vlorës po ashtu pezulloi lundrimin e mjeteve të peshkimit deri në datën 7 janar. Për shkak të motit të keq dhe detit të trazuar, edhe kapiteneria e Korfuzit bllokoi lundrimin drejt Shqipërisë dhe Igumenicës, por jedhoi asnjë traget nuk u nis këtë të hënë drejt Korfuzit. Ngrica dëmtuan dhe bujqësinë në qarkun e Fierit. Temperaturat nën zero në ditët e para të vitit shkatruan të mbjellat në sera, ndërsa specialistët e bujqësisë pritet të zbresin në terren për verifikimin e dëmeve. I goditur nga moti i keq nuk është vetëm jugu, por edhe veriu i vendit. Në qarkun e Shkodrës, rreshtet e shiut me intensitet të lartë kanë vënë në gatishmëri të plotë strukturat vendore dhe emergjenca civile. Në malësi të madhe, rreshtet e dendura gjatë natës sollën pranë ujë në disa rrugë të Koplikut, por pa probleme. Në Kamic janë evidentuar dëmtime në një segment rrugor si pasojë e prurjeve nga porroi i thatë, duke krijuar vështirësi të përkohshme në qarkullim. Rreshje shiu vijojnë dhe në fusharrën e Puk ku shoqërohen me erë të fortë. Në segmentin Bok-Theth për shkak të dëborës, qarkullimi kërkon kujdes të shtuar. Në aksin Hani Hoti Dogana Vermosh ka patur rënje inertësh, por grupet e punës janë në terren dhe po kryejnë pastrimin. Autoritetet ju bëjnë thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar, të ndjekin njoftimet zyrtare dhe të bashkëpunojnë me strukturat, ndërsa situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm.